Përdorni këta përbërës dhe do të keni flokë të dendur brenda një jave. Ka disa faktorë që ndikojnë në rënien e flokut, të tilla janë: çekuilibrat hormonal, dieta e varfër, alergjitë, stresi fizik, gjendja higjienike e flokut, si dhe përdorimi i produkteve të papërshtatshme për to. Edhe pse në treg gjenden produkte që pretendojnë edhe parandalimin e rënies së flokut, ato janë shumë të kushtueshme dhe gjithashtu nuk e kanë efektin e shumëpritur. Këto janë disa metoda natyrale efikase sipas Del Site, të cilat ju ndihmojnë me dëndësinë e flokut. Veza: në varësi të gjatësisë së flokut, rrihni vezën dhe aplikoni në flokun e lagur. E lini ashtu për gjysmore dhe i lani flokët me ujë të ngrohtë dhe shampo. Vezët janë të pasur me proteinë dhe elementë që ndihmojnë në rritjen e flokut. Vaj ulliri: aplikoni pak vaj ulliri të ngrohtë në kokë dhe masazhoni me kujdes, e lini për 45 minuta dhe i lani flokët me shampo. Edhe avokado gjithashtu është një mundësi e shkëlqyer për shëndetin e flokut dhe në rritjen e tij, citohealth.com.